Ne që kemi thonë më herët, se nuk do ndalim ministrë shoqatet e luftës duke rreshur kur kundër kësaj gjykate speciale. Jo kundër drejtësisë, por kundër padrejtësisë që po ndodh në gjykatën speciale. Dhe ne kemi gjetë mbështetje nga 7 universitetet të Kosovës, Tiranë 1 edhe 2 në Shkup edhe Tetovo. Ne kemi përgatitur të bëjmë një peticion kombëtar, ku pesë peticioni do të fuqi e kemi edhe online edhe me letra. Vendimi që pritet ka peshë historike, juridike dhe politike. Si i tillë do të ketë ndikim në stabilitetin rajonal, si dhe në perceptimin e drejtësisë dhe besimit në institucionet ndërkombëtare. Andaj, ne konsiderojmë se vendimi duhet të bazohet ekskluzivisht në prova dhe fakte të administruara në gjykim. Çdo ndikim i drejt për drejt apo tërthur politik do të dëmtonte rënd kredibilitetin e drejtësisë ndërkombëtare, e cila presim të jetë e paanshme dhe pa standarde të dyfishta. Kërkojmë respektim të plotë dhe të pakushtëzuar të drejtave themelore të akuzuarve. Respektim të ligjit për dhomat e specializuara të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, si dhe respektim të plotë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, që garantojnë proces të drejtë, transparent dhe të paanshëm, në përputhje me standardet më të larta të drejtësisë. Trajtim dinjitoz dhe njerëzor, në përputhje me konventat ndërkombëtare për të drejtat e të paraburgosurve, duke garantuar respekt të plot për integritetin fizik dhe psikologjik të tyre. Përfshirë këtu edhe heqjen e menjëhershme të mosës së paraburgimit, duke marrë parasysh kozgjatin jashtëzakonshme të procesit dhe parimin e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Vlerësim rigoroz, profesional dhe plotësisht të paanshëm të provave, në përputhje me standardet ndërkombëtare të pranueshmërisë, duke përjashtuar çdo provë që nuk përmbush kriteret e besueshmërisë, autenticitetit dhe lishmërisë procedurale. Përjashtim të menjëhershëm dhe të plot të çdo prove të siguruar apo të pranuar nga autoritetet e Serbisë, duke pasur parasysh se Serbia asu kohë ishte palë në luftë dhe është dokumentuar ndërkombëtarisht përfshirja e forcave të saj. Përfshirja e forcave të saj në krime dhe masakra të kryera në Kosovë. Pranimi i provave të prodhuar nga ta paraqet rrezik serioz për integritetin e procesit dhe bie ndesh me parimin e paanshmërisë dhe barazisë.